Kjo është videoja që tregon momentin kur hiqet flamuri i Izraelit nga godina e ambasadës së këtij shteti në Tiranë mbrëmjen e së shtunës gjatë protestës së zhvilluar në kryeqytet. Një protestuese e maskuar ngjitet mbi mur dhe heq flamurin izraelit, ndërsa turma vijonte marshimin në rrugët e Tiranës. Lidhur me këtë ngjarje, ambasadorja e Izraelit në Shqipëri reagoi duke cilësuar veprimin turpërues për vendin. Si ambasadore e një shteti demokratik, unë besoj në të drejtën e popullit shqiptar për të ushtruar të drejtën e tij qytetare për të protestuar. Megjithatë, një veprim i tillë jo vetëm që nuk e çon përpara protestën publike, por gjithashtu turpëron popullin shqiptar dhe trashëgimin e tij krenare. Më herët, edhe Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme dënoi ashpër heqjen e flamurit, duke theksuar se akte të tilla përbën shfaqje të urrëties dhe intolerancës. Ky akt i turpshëm bie ndesh me traditën e gjatë shqiptare të mikpritjes, harmonisë dhe respektit për tjetrin, vlera që kanë karakterizuar shoqërinë tonë për breza me radhë. Ato nuk përfaqësojnë as Shqipërinë, as popullin shqiptar. Gjithashtu, Ministria e Jashtme shpreu solidaritet me ambasadën e Izraelit në Tiranë, duke nënvizuar se dhuna, intoleranca dhe gjuha e urrëties nuk kanë vend në një shoqëri demokratike dhe në vlerat që Shqipëria përfaqëson.